billions of dollars worth of essential American. Partnerët ndërkombëtar të Kievit duhet të rrisin kontributet e tyre për ndihmë në siguri në mënyrë që Ukraina të marrë 60 miliard dollar ndihmë ushtarake këtë vit, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte më 15 prill. Ai bëri këto komente përpara takimit të grupit të kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës në Berlin. Po e shohim Ukrainën të mbaj vijën e frontit dhe të shkaktoj humbje të mëdha rusëve, tha Rutte, duke shtuar se humbjet mujore të Rusisë i tejkalojnë shumë ato të pësuara gjatë luftës 10 vjeçare të Bashkimit Sovjetik në Afganistan. Rutte pranoi se partnerët e Kievit përballen me sfida të shumta, por tha se ata duhet të sigurojnë aftësinë e tyre për të ofruar mbështetje të pandërprerë për Ukrainën. Ai vuri në dukje se Ukraina nuk është vetëm marrëse ndihme, por gjithashtu kontribuon në siguri dhe është e gatshme të ndihmojë partnerët që përballen me kërcënime të ngjashme diku tjetër, duke përmendur mbështetjen për vendet në Gjirin Persik. Të gjithë aleatët duhet të investojnë më shumë për të arritur objektivin prej 60 miliard dollarësh ndihmë për sigurinë dhe mbrojtjen për Ukrainën këtë vit, tha ai. To keep Ukraine in the fight and to protect its population. There is simply no alternative.